Larga dheut, por gjithnjë pranë traditave shqiptare. Familja ja mbolli në zemër rënjët që as largësia dhe vitet në Austri nuk ja shkullën dot. Mehmet Bujari është djaloshi që përmes tingujve të valleve dhe ngjyrave të kostumeve popullore e shpreh pasionin dhe dashurinë për vallëzim. Përshëndetje, unë jam Mehmeti, shkurt më thirrin Meti Bu. Pasioni jam për traditat shqiptare ka lind se jam prej një familje shqiptare që i ruan shumë traditat, edhe kam qef me i promovu shumë traditat, se menoj se është një trashëgimi edhe një bukuri shumë e madhe. Se gjithmonë kur jemi kanë fëmija të vogjël, na i kanë mësu gjuhën, edhe pse bëj ka një gabime se nuk di me fol perfekt. Menoj se gjithmonë na kanë shty me gjuhë, me tradita, edhe për këto jam shumë i lumtur edhe menoj se krejt familjarët edhe jashtë në Kosovë edhe në Kosovë do të mi promovu traditat, nuk ban kur me i haru. Kultura shqipe zuri vend të veçantë edhe të zemrat e shokëve me nacionalitete të ndryshme. Kam shumë shok tuj edhe ata e shohin si një bukuri shumë të madhe dhe janë shumë të interesuar me i di traditat tona edhe informohen shumë prej meje për tradita, për veshje, për muzikë, na dojnë shumë neve shqiptarëve. Në një botë sot, kur jetët sociale kanë marrë një kthes në jetët e shumë prej nesh, ekspozimin në publik mund të jetë një temë goxha delikate, por këtë gjë nuk duket ta ketë problem 28 vjeçari për të cilin komentet e ndjekësve janë një forcë shtytëse. Reagimet janë tepër të mira, edhe këto gjithmonë më shtyn përpara se janë shumë komente të bukura edhe ma japin energji shumë të madhe. Për momentin më kujtohet një video dja që e kom marrë, është me një video me nanën që e kom postu, edhe ma ka shkruajt video më e bukur që e kom pa deri sot në TikTok, edhe u kanë një ndjenë shumë e mirë po. Meti ka një ëndër, përfaqësimin e valleve shqiptare në skena ndërkombëtare. Kisha prit as një sekund me përformu me naj vend ndërkombëtar, m'ja tregu traditat tona, se thash është një bukuri edhe një vlerë shumë e madhe dhe isha një njeri ma krenar në botë. E kom pas një ofertë, u kanë pak largë, edhe s'kom pas mundësi, po i kam do informacione në ashton vjen prap mundësia me shku në Dubai me përfaqësu Kosovën. Për ndryshe, me gjithë shefe kisha përformu vallën e Rrugovës, se thash, për mua është vallja ma e bukur. Ai nuk hezitoi të jap një mesazh për të gjithë ata që fizikisht jetojnë larg Kosovës, por që zemra e tyre rreh këtu. Për ata që jetojnë jashtë, edhe me i vizitu vendet me kulturë në Kosovë. Ka shumë vende se për shembull njerëzit moshë teme ndoshta jashtë Kosovës apo në Kosovë nuk e njohin vendet. Për shembull si në Rrugovë ka shumë vende të bukura, si ky lokacioni ku jena për momentin, në gjithë Kosovën edhe traditat, ka shumë tradita se nashta nuk i njohin njerëzit edhe duhet më informu me ndaj.